Shanset për ngjitje në kategorinë e dytë për ekipin e Shirokës janë zvogluar së tepërmi. Pas hapit të gabuar ndaj Eagle Football, diferenca mes dy vendeve të para të renditjes është rritur edhe më shumë dhe duhet thënë se pas humbjes në shtëpi, tashmë shanset për ngjitje në kategorinë e dytë janë shumë të vogla për shkodranët. Vetë kapiteni i Shirokës, Oltion Drabeja, e konsideron këtë sezon si të dështuar. Fakti ishte ndeshje e rëndësishme për ne, u lutë kampionati këtë ndeshje, na ta them me plot goje na dështume. Kena hub pothuajse 99.9% shpresave të kampionatit, kështu që na do të respektojmë kampionatin, do të vazhdojmë stërvitëna, kena çuna 3 në ekip. Duke folur edhe me presidencën, tham se do të rrim boshtin edhe do të mendojmë për vitin tjetër. Në fakt, se mendosh akur këtë dështim të po edhe organike në ekipit, që ishte një ekip me plot shpresë do të thoja, me lojtarë shumë të mirë, lojtarë që kanë luajtur edhe në Super League, lojtarë që kanë dalë prej akademia Vllaznia, lojtarë që kanë ardhur prej kategorive më lart. Se mendoj akur këtë dështim. Morali, vetë bjen morali se na priçim një fitore, në fakt, po duke pa objektivat që është fillim sezonit, na se mendoshim kur që mund të delshim vend tret, se na jena kriju për me dalë në vend parë. Drabeja tha se futbollistët do të bëjnë punën e tyre dhe do tentojnë deri në fund objektivin e vendosur, por për ekipin shkodran, shanset për të kapur zonën play-off janë pothuajse 0. Hapësira është se matematikisht nuk është kryer alo asgjë, na shpresojmë punë e Zotit është ajo të ndodhet fatit tjena. Shiroka ka 2 ndeshje, Partizani ka 3, se ka 1 mbrapa metën, na kena me Klosin edhe me Olimpikun në ndeshjet fundit. Na jena të motivuar, shkojmë në rrallë parë me respektu kampionatin, që jena stërvit deri tash që fillim sezonit, na do të lozim për fitore, atëherë mos e ta shohim. 2 javët e fundit të kampionatit, Shiroka do t'i luajë në transfer ndaj Klosit dhe në shtëpi ndaj Olimpik Shkodra.